Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Donald Trump, paralajmëroi Hamasin të mërkurën se do të përballet me pasoja të rënda nëse nuk liron menjëherë të gjitha pengjet izraelite. Trump kërkoi që Hamasi të lirojë të gjitha pengjet tani, jo më vonë, përfshirë edhe ata që kanë humbur jetën, duke shtuar se përndryshe ky është fundi për ju, theksoi Trump përmes një postimi në rrjetet sociale. Po i dërgoi Izraelit gjithçka që i nevojitet për ta përfunduar punën. Asnjë antar i Hamasit nuk do të jetë i sigurt nëse nuk bëni siç ju them unë. Po ashtu për popullin e Gazas, një ardhmë e bukur ju pret, por jo nëse mbani pengje. Nëse e bëni, jeni të vdekur. Merrni një vendim të zgjuar, lironi pengjet tani, përndryshe do të përballeni me pasoja të rënda më vonë. Trump nuk tregoi se çfarë veprimesh mund të ndërmarrë nëse Hamasi nuk do t'i lirojë pengjet. Trump e bëri këtë paralajmërim në të njëjtën ditë kur Shtëpia e Bardhë konfirmoi se Washingtoni ka mbajtur bisedime të fshehta me Hamasin, grupin e shpallur organizat terroriste nga SBA-ja dhe Bashkimi Evropian. Ndërkohë Trump u takua me një grup pengjesh që janë liruar nga Hamasi pasi kishin kaluar disa muaj në robëri në Gaza, pas sulmit që grupi ekstremist palestinez kreu në Izrael më 7 tetor 2023.